Anis Mehmeti nuk di të ndalet në Angli. Sot për Bristol City ishte pikërisht ai që zhbllokoi takimin në transfertën e West Brom. Mehmeti shtangu të gjithë në minutën e 5. Mbrojtja kundërshtare ishte vendosur mirë, por këtë askush nuk priste që të provonte nga distanca. 24 vjeçari e bëri të duket një gol mjaft të lehtë. Për të ndërkohë ishte goli i 7 në këtë edicion të Championshipit, ndërsa numëron dhe 6 asist. Dhe pse flitet për një ndër lojtarët që kalon edicionin e dytë fantastik në Championship, trajneri Silvinho e shikon të tepërt Mehmetin. Braziliani nuk e fton në kombëtare që nga viti 2023.